votat e aleancët do t'i ketë për zgjedhjen e presidentit nëse jep premtim edhe timon që me i zbatu këto 6 pikat e aleancës. Po du më nalë të kjo edhe të fondi emergjent për kryeqytetin, që tojnë 6 pikat, orientimi strategjik gazi amerikan, pavarësia energjetike, lehtësimi për bizneset e vogla, mbështetja për bujqësinë, buxheti për infrastrukturën, fondi emergjent për kryeqytetin. A keni pas ndaj fari sharetin nga lëvizja vendosur? Asnjë se kemi pas. Asnjë s'kemi pas asnjë. Shefja historike në ekzistimit të institucioneve, për shembull, a ka ndodhur ndonjëherë një parti politike mos me i ofru votat, 7 vota me i ofru votat, mos më kërku asgjë në këmbim. Shefja historike, asnjë s'ka. Ata për shembull janë bë a ka asnjë, as kemi kërku me qenë pjesë e qeverisë, as kemi kërku asgjë, do të rrim. Insisto, del, premto që do t'i zbatoj këto pika, 6 pika që nuk janë shumë, që duhet edhe vetë kjo qeveri, vetë me i bo vetë, sepse peshe që e kemi të anulluar... Do të s'keni marrë asnjë përgjigje ende, as publik, as jo publike nga lëvizja vendosje. S'keni marrë përgjigje, le t'i premton për zbatimin e këtyre pikave, ashtu që kemi premtuar, do të qëndrojmë, Zoti Gjini e dha tregimin pse nuk kanë shku. Po du me ta marrë opinionin tonë. Si e pe deklaratën e Zotit Kurti pas vendimit që nuk shkut, e po më Zotin Kurti dullë për para medjave dhe konsideroja ka një parti të respektuar, tha shumë keqësionard, deri sa para 14 ditë nuk jufton të as në takime. E shëni këto si evolim të Zotit Kurti, apo si e koment, apo ndryshimi leadershipit, tash pasi s'është Ramushi kryetar, Ardianin Petret, po jo Ramushin. Zoti Kurti nuk na çudit me ndryshim qëndrimeve jemi mësu. Megjithatë, Ramush Haradini është deputet, Ramush Haradini është kryetar ndiri i aleancës, dhe është në parti në aleancë, nuk kemi ndryshu ajo struktura jemi, kreti kemi një qëndrim, mirë që ka ftu, po let na jep një përgjigje, të thotë që unë këtë pika ato, për shembull, lirimin nga tatimin pronë, për to ka të punu më shumë, letë mund për të pika. Po më interesant, pas ka folë kërkush për deklaratën e Zotit Kurti, kur tha, këja thash një parti e respektume, para 14 ditë nuk juftonte. Faleminderit për vlerësimin, e falenderojmë për evoluimin që ka bon në vlerësim. E konsideroni evoluim apo strategji të Zotit Kurti? Se atë nuk që ditë nga këtë ndronë fjallë. Ja, strategji bre, nuk na që ditë qka do që të bënë Zotit Kurti vërtet tash nga se e di me premtimet, jemi mësu me qëfar premtime shka pa Zotit Kurti, edhe cilën shkollë ka ra të zbatimit e premtimeve që si ka realizu asë një premtim, për kundrazi ka vepru në të kundërtën e premtimeve, nuk na që ditë asgjë. Kështu që votat e aleancët do t'i ketë për zgjedhjen e presidentit nëse jep premtim edhe timon që me i zbatu këto 6 pikat e aleancës. Time, po du më nalë të çështja tjetër, në kanë me dikun edhe 7 minuta deri në fund. Ju nuk i shku në takim, keni qenë shumë qartë. Si përshini shtruesjat e tyres presidentës tanë premtën e caktoj datën. Para 2 ditë tha me 7 gusht, tha te me 7 gusht pju dha kohë. Tash po thot pendroj datën, sigurisht kanë vendosur me ndru datën, se sot po me ndru datën, sot tha premtën e kallëzoi datën, para 2 ditë tha me 7 gusht, sot nuk e përmeni datën, tha do ta caktoj datën, është një faramendësimi. Pyetja është... Një faramullie. Pyetja është, apo don, çka po menoni, a besoni se Zoti Kurti është interesuar i krye institucionet? Jo. Speshon, nashta qeverinë e bën që i konë venon me marrë pozicionin prap të kryeministrit, po nuk ka angazhim.